Muzeu i Forcave të Armatosura në bashkëpunim me Shoqatën Adhetaro-Kulturore Devolli dhe Bashkinë Devoll organizuan aktivitetin përkujtimor për kujtojmë një hero, kushtuar figurës së Fuad Babanit, një prej emrave të respektuar të Devollit dhe pjesëmarrës aktiv në luftën nacional çlirimtare. Gjatë aktivitetit u vu në pa kontributi Fuad Babanit në organizimin e rezistencës antifashiste në zonën e Devollit, roli i tij në mobilizimin e të rinjve për t'u bashkuar formacioneve partizane, si dhe pjesëmarrja në aksione kundër forcave pushtuese. Gjithashtu theksi u vu dhe në angazhimin e tij në forcimin e strukturave lokale të lëvizjes dhe ndikimin që pati në rritjen e frymës patriotike në krahin. Devolli ka shumë aktivitet, Devolli ka shumë kontribute, ka shumë histori në të gjitha fushat. Dhe një nga këto fusha është kontributi në luftën nacionale shqiptare. Dhe janë dëshmorët e parë të 7 marsit të vitit 1943 që kanë rënë në uqish, siç i diskutuam edhe sot në aktivitet, Fuad Babani, Abdullah dhe Demir Prodi. Disa prej fotografive të vendosura në ekspozit në sot me ishin fotografitë cilat dilin për të parë imazhet të herojit krah bashkënxënësve të tij në liceun kombëtar të Korçës, një objekt që ai ka përdorur siç ishte aparati fotografik i markës Terania, me cilin ai ka fotografuar në momente të ndryshme të jetës. Dhe interesante ishte edhe pjesa tjetër e ekspozitës, që ne kishim sjellë nga Muzeu i Forcave të Armatosura, ku pasqyronim elemente të armëve të ndryshme që janë përdorur nga formacionet partizane dhe njëkohësisht armë të cilat, modelet të cilave i ka përdorur ose i ka patur përdorim pjesë të armatimit të tij personal. Në këtë aktivitet, Niko Kotheria u vlerësua me certifikatën Krenari e Shoqatës Adhetaro-Kulturore Devolli. Nikoja, duke qenë ish drejtor i trashëgimisë kulturore pranë Ministrisë Kulturës, ka bërë të mundur, ka dhënë një ndihmesë maksimale në certifikimin që u bë Valles Devolliçe duke e quajtur kryevler trashëgimisë kulturore. Ka firmën e kësaj certifikat. Domethënë është nismëtari dhe firmëtari i certifikatës së Valles Devolliçe si kryevler e trashëgimisë kulturore. Kështu që kjo certifikat veseli si një kënaqësi themi morale, njëkohësisht shton edhe barën dhe punën që duhet bërë përsa i përket evidentimit të vlerave historike dhe kulturore të treves së Devollit. Në këtë veprimtari morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, familjar, veteran, studiues dhe qytetar.